E projektuar për të hapur sipas nevojave për kalimin e mjeteve lundruese, ura e re e Bunës së Shkodër prej 14 vitesh mbetet ende jo funksionale në këtë drejtim, që nga përfundimi i ndërtimit të saj, platforma metalike me sistem elektrik për hapje-mbyllje nuk ka funksionuar asnjëherë. Procesi i vetëm i hapjes së urës u provua vetëm një herë 14 vite më parë, por mbeti në gjysmë, që atëherë pas shumë përpjekjeve të specialistëve për të rikthyer platformën në pozicion fillestar, ura është përdorur vetëm për qarkullim rrugor të automjeteve. Në vitin 2012 në Këshillin Bashkiak të Shkodrës u paraqit një projekt vendim për miratimin e 4 punojësve të dedikuar për mirëmbajtjen dhe hapjen e mbylljen e urës, por ai nuk u miratua asnjëherë. Megjithse ish drejtori i përgjithshëm i rrugëve, sot autoriteti rrugor shqiptar ka qenë në dieni të mosfunksionimit të sistemit, asnjë reagim apo ndërhyrje nuk është bërë deri më sot. Përgjithësia është kaluar nga njëra strukturë deri tek tjetra, ndërsa arsyet e vërteta të mosfunksionimit nuk janë bërë publike. Edhe autoriteti rrugor i Veriut, Bashkia e Shkodrës dhe prefektura gjatë gjithë këtyre viteve kanë zgjedhur heshtjen pa ndërmarrë hapa konkrete për të kërkuar rikthimin në funksion të kësaj vepre shumë të rëndësishme infrastrukturore. Faktikisht, përderisa sistemi i hapjes nuk funksionon, ura e re e Bunës, inauguruar 14 vite më parë, nuk mund të quhet e përfunduar.